kush është nxitësi I gjuhës së urrëties, kush ka qenë nxitësi dhe bullizuesi më I madh I gjuhës që përdoret këtu nga mëngjesi deri në darkë, dhe kush është nxitësi dhe urrëtësi dhe njeriu më I përshtirë që mund të ekzistojë në gjithë këtë politikë parlamentare. Jo, është shumë e qartë. Tani meqense ju dëgjova të gjithëve dhe keni merakun e njoftimit tim publik. Tani ju sqaroj edhe një herë. Gjuha e përdorur duke më etiketuar si kur kam gënjyer dhe mashtruar është totalisht në shkelje të gjithë përgjegjësisë që ka policia e shtetit, të gjithë përgjegjësisë që kryen institucionet publike. Ju e dini fare mirë se një pjesë e juaja janë juristë këtu dhe e din shumë mirë se nëse do të kishte përgjegjësi një polici I shtetit sot do të ishte në arrest. Policia e shtetit ka kryer veprimet e veta në përputhje të plot ligjore dhe kësaj qëndroi nga mëngjesi deri në darkë. Mjafton të shikoni të gjithë bazën ligjore që ky kuvend e ka miratuar që në vitin 2016 dhe po patjetër si produkt I reformës në drejtësi, asaj reforme që po shumë e suksesshme, ka prodhuar sot rezultate konkrete, pavarësisht se jam e bindur që nuk I pëlqen deputetëve të opozitës, patjetër nuk I pëlqen, se është duke treguar përgjegjësi në çdo vendimarrje që është duke kryer, por produkti kësaj reforme janë dhe ndarjet e qarta të përgjegjësisë ndaj secilit institucion. Përgjegjëse për vrasje nuk jam unë, jeni ju nga mëngjesi deri në darkë me këtë gjuhë që përdorni.